Le të flasim për karrierën e biznesit të Donald Trump. Është vërtet një histori e jashtëzakonshme, plot ambicie, rrezik të lartë, por mbi të gjitha një histori rishpikjeje të vazhdueshme. Sot do të shohim bashkë se si ky rrugtim e ka bërë atë një nga figurat më të njohura në botë. Dëgjoni pak këtë citat nga New York Times i vitit 2004. Thotë: "Emri i tij është bërë një sinonim i tillë për suksesin, saqë edhe dështimet më pushtruese mezi e dëmtojnë reputacionin e tij." Kjo, në fakt, është enigma që do të përpiqemi të zgjidhim. Si ka mundësi që imazhi i tij i suksesit jo vetëm mbijetoi, por lulëzoi pavarësisht sfidave të mëdha financiare? Le të hyjmë më thellë. Dhe këtu vim te pyetja kryesore, thelbi i gjithçkaje. Si ndodhi që marka, pra thjesht emri Trump, u bë më i vlefshëm se sa vetë ndërtesat prej tulle dhe çeliku që e ndërtuan atë emër? Kjo është pyetja e madhe. Okej, për ta kuptuar gjithë këtë histori, duhet kthehemi pas në kohë. Shumë pas. Dhe jo nuk do të fillojmë me rrokaqejit vezullues të Manhattanit. Fillojmë diku tjetër. Në biznesin e pasurive të paluajtshme të babait të tij, Fred Trump, në lagjet më të thjeshta të New Yorkut. Po, këtu gjërat bëhen interesante, sepse kemi një kontrast të qartë midis babait dhe të birit. Fred Trump, ai ishte i matur, ndërtoi një perandori solide duke u fokusuar te banesat për klasën e mesme. Mendoni Brooklyn, Queens, një biznes i sigurt. Kurse Donald, ai kishte syrin te diçka tjetër. Ai donte Manhattanin, donte rrokaqej luksoz, donte shkëlqim. Pra, ishte një kalim drastik nga siguria te spektakli. Dhe duhet thënë, ky vizion nuk mbeti thjesht një ëndër në sertar, as pak. Hyrja e tij në skenën e Manhattanit ishte si një shpërthim. Menjëherë u bë njohur si ai djalë i ri, agresiv, që ishte gati të ndryshonte rregullat e lojës dhe vetpamjen e qytetit. Gjithçka nisi me një projekt të madh, Hoteli Commodore. Imagjinoni pak, një ndërtesë e vjetër, gati në falimentim, fiksh pranë Grand Central. Shumica do të thoshin problem, por ai çfarë pa? Një mundësi të artë. Dhe pikërisht kjo marrëveshje jo vetëm që e futi në ligën e të mëdhenjve, por na tregoi edhe formulën e tij, recetën e tij për sukses. Pra pyetja është, si dreçi ja doli? Ishte geniale në një farë mënyre. Ai e kishte një plan me 3 hapa. Hapi i parë, përdorje lidhjet politike të fuqishme të atit. Hapi i dytë, arriti të merrte nga qyteti një lehtësim taksash të pabesueshëm për plot 40 vjet, dhe hapi i tretë, dhe ky është çelësi, e përdori këtë premtim për ulje taksash si një lloj garancie për të bindur bankat që t'i jepnin paratë për projektin. Dhe tani, mbahuni, po flasim për sa para. Vlera e atij lehtësimi taksash, rreth $400 milion. Po, 400 milion. Në thelb, ishte sikur qyteti po i lepte një subvencion gjigant, një avantazh të jashtëzakonshëm që e katapultoi karrierën e tij në stratosferë. Pas suksesit me Hyatt, vitet 80 ishin thjesht një ortek, një gjë pas tjetrës. Më 1983 hapet Trump Tower në Fifth Avenue, simboli luksit. Pastaj më 84 hidhet në Atlantic City me Trump Plaza. Dhe kulmi vjen në 1990 me hapjen e Trump Taj Mahal, një projekt marramendës prej $1 miliard. Ai vetë quajti mrekullia e tetë botës. Dhe kjo frazë tregon më së miri gjendjen e tij shpirtërore në atë kohë. Një madhështi, një optimizëm pa frena, ishte në maj të botës, në kulmin e perandorisë së tij. Por, dhe gjithmonë ka një por, themelet financiare të gjithë kësaj perandorie ishin shumë më të brishta nga sa duke nga jashtë. E kështu, hymë në kapitullin tjetër të historisë, sepse, siç ndodh shpesh, pas ngjitjes së shpejtë vjen rreziku i rënjes. Borxhet ishin bërë mal dhe tregu po ndryshonte. E gjithë perandoria e tij ishte në rrezik shëmbjeje. Problemi kryesor ishte borxhi. Një mal me borxhe. Për të financuar gjithë atë zgjerim të furishëm, kompanitë e tij kishin marrë $100 miliona në atë që quhen junk bonds. Këto janë kredi me rrezik shumë të lartë dhe me interesa stratosferike. Vetëm për Taj Mahal, imagjinoni, ishin marrë $675 milion nga këto bono. Ishte një basti të çmendur financiar. Dhe çfarë ndodh kur luan me zjarrin? Shpesh digjesh. Kjo strategji e rrezikshme çoi në një zinxhir falimentimesh korporative. Nuk po flasim për falimentim personal, por të kompanive. Fillon me Taj Mahal në 91, pastaj vazhdon për gati 20 vjet. Plot 6 herë kompanitë e tij do të kërkonin mbrojtje nga falimentimi për të shpëtuar borxheve të pafundme. Dhe këtu është një pikë kyçe për të kuptuar mentalitetin e tij. Dëgjoni çfarë thotë. I kanë përdorur ligjet e këtij vendi për të ulur borxhin. Nuk është personale,
është thjesht biznes për të. Falimentimi nuk ishte një dështim, një turp, ishte thjesht një mjet, një lëvizje strategjike në lojën e biznesit për të rinegociuar me kreditorët dhe për të mbrojtur pasurinë e tij personale. Okej, pra ndërtesat dhe kazinot ishtin e telashe. E çfarë ndodhi? Këtu vjen ndryshimi i madh strategjik, kthesa e madhe e timonit. Kjo është faza e rishpikjes. Fokusi nuk ishte më te zotërimi i ndërtesave, por te diçka tjetër, te shitja e emrit. Do me thënë pika kyçe është kjo, ndërkohë që perandoria fizike po lëkundej, ai dhe ekipi i tij kuptuan diçka thelbësore. Aseti më i vlefshëm që kishin nuk ishin tullat dhe çeliku, ishte emri, vet emri Trump. Dhe ky ishte momenti kur Donald Trump ndërtuesi u shndërrua në Donald Trump marka. Edhe atë markë e vum kudo. Po flasim për gjithçka. Biftek Trump, vodka Trump, ujë Trump. Pastaj kalojmë te gjërat serioze. Fusha golfi, resorte luksoze anë mban botës. Tani, zhvillues të tjerë ishin ata që ndërtonin dhe merrnin rrezikun, por paguanin miliona vetëm për të vendosur emrin Trump në fasadë. Pastaj, erdhi televizioni. Dhe me televizionin erdhi një frazë, vetëm 2 fjalë. Je i pushuar. Kjo frazë vetme do ta katapultonte atë në një nivel tjetër fame, duke e cimentuar në mendjen e miliona njerëzve si shefi suprem, njeriu që merr vendime. Roli i emisionit The Apprentice nuk mund të nënvlerësohet. Për më shumë se 10 vjet, çdo javë, miliona njerëz e shihnin në ekran jo si një biznesmen që kishte kaluar në përfalimentime, por si mishërimi i suksesit. Ai ishte gjykatësi final i aftësive në biznes. Kjo praktikisht e rishkroi historinë e tij në sytë e publikut dhe e bëri markën e tij më të fuqishme se kurrë. Mirë, le të bëjmë një kërcim në kohë dhe të vim te ditët e sotme, ose më saktë te periudha më e vonshme. Le të shohim pak strukturën e çuditshme të kompanisë së tij dhe të gjitha çështjet ligjore dhe etike që e kanë shoqëruar, sidomos gjatë kohës së tij në post publik. Gjëja e parë që duhet kuptuar, organizata Trump nuk është një kompani e vetme, siç mund ta mendoni. Harrojeni atë. Është më shumë si një rrjet merimange, një rrjet kompleks me rreth 500 biznese të ndryshme, të gjitha private. Dhe pikërisht kjo strukturë e bën pothuajse të pamundur që ne, publiku, të kemi një pamje të qartë të financave të saj. Tani, dëgjoni këtë shifër. Rreth 3500. Ky është numri i çështjeve ligjore ku Trump ose kompanitë e tij ishin përfshirë deri në vitin 2016. 3500. Kjo tregon diçka, po jo? Një karrierë e mbushur me betejë të vazhdueshme ligjore. Dhe këtu po përmendim vetëm majën e icebergut. Kemi pagesën prej 25 milion dollarësh për të mbyllur çështjen e Universitetit Trump. Kemi mbylljen e fondacionit të tij bamirës pas akuzave për keqpërdorim fondesh. E pastaj, gjatë presidencës, debati i pafund dhe i paprecedent për konfliktet e mundshme të interesit midis rolit të tij si president dhe perandorisë së tij të biznesit. Dhe ja ku jemi kthyer në pikën e nisjes. E gjithë kjo histori na detyron të bëjmë një pyetje themelore. Çfarë është suksesi? Kur emri, pra marka, bëhet më e rëndësishme se vetë ndërtesat, se vetë produkti, si e matim vlerën e vërtet? E matim me para, me ndikim, apo me diçka tjetër? Kjo pyetje në fund të ditës mund të jetë trashëgimia më e ndërlikuar dhe më interesante e gjithë karrierës së tij të biznesit.